Me pas parasysh që vetë jam femër, edhe momenti i parë kur e takon nanën e personit që ti e dashuron, ki shumë emocione. Sidomos Sara që ka shku me mendimin që ndoshta ajo s'ka me pranu. Po, Sara e ka pas qëtë mendim, realisht. Cilat emocione kanë qenë Sara, se për kuptoj që ka qenë në kundërta. Po, i ka ledzu komentet, edhe qështu, tu i besu komentet, tu i ka po, ka thonë, mëre, mos është të vërtet, su si një. Edhe e ka thirë nona në telefon, unë jem ka në shpe, në Kumanov, i ka thonë, a i ki kjerën atë, po, nësë për Kumanov. E ka thirë nona vetë. Edhe jena njës, jim dalë me marë, unë njës, faktikisht, jim dalë me marë në kufe. A ka pas emocione rrugës? Edhe u dredhke, në kufe, tha, aman të lutë na delë vëzit ti, tha se jem të u dridhë, tha nuk pëmoj. Tani veç ka hi në shpe një 10 minuta jo ka ndesht me nonën edhe... Edhe ndryshoj gjithë edhe u kry, po e knaq bashkë, flasin shpesh, bile edhe me babin i ka shumë punë të mirë, me babin i ndos të kështu. E kemi pa një verzion, thash pak ma ndryshët Sarës prej momenti që ka dalë, sidomos në këto periudha në shumicën e intervistave është shumë emocionale. Diçka që askujt s'ja ka jap mundësin Big Brother me kuptu një Sarë të vërtet. Po, edhe unë e kum vetë, bre? Po. A ka qenë ky format për shembull i tillë? A i dënë ma shumë një bardh i cili ka qenë shumë i menaxhueshëm me ndjenjat, e ka kontrollu fjallët, apo një Sarë cila ka qenë shumë ekspresive, shpërthyese në çdo debat? Çka kërkon formati? Unë mendoj që çdo fitues i këtij formati u kon ekspresiv edhe person që ka shpërthyer dhe ka bërë shumë debate. Nëse i merr si Big Brother Shqipënisë, si të Kosovës, çdo fitues u kon versioni i Sarës që ka luajtur Big Brother. Jo versioni jam. Këta se unë zakonisht dolin 2, 3, ose i 5. Do të thosë si Sara funksionon më tepër? Sara funksionon më tepër, unë jam i bindur shumë që kjo kish pas me fitu ose të paktën me marrë vendin e dytë nëse kish shku deri në fund. Pak ka shumë parin ose dytin për shkak të natyrës të lojës saj, edhe të argumenteve, edhe mënyra që shu artikulu, mënyra që ka debatu. A ki pa si po ju fituse? ndërpri rrugtimi me një formë pa drejtësisht, po, qa është bua, qa është të konë. Përsho një detaj që unazën për mbajshe? Jo, valla ka njere e heke kur flej se me nëzi po mësona, po kështu po. Nëse heke unazën, a i pengon Sarës? Jo. A është Sara gjeloze? Jo, bile kur shkojnë koncerte ma heka, jo. Pse? Nuk e ka problem, jo, së është gjeloze. Absolutisht, në këtë profesion të e din. E Bardhe është gjeloz? Unë jam pak ma shumë. Pa të fillu edhe në rrallë ti shumë me shfaq nga pak shenja gjelozije ka fundi. Se di, nashta jam pak ma tradicionale dhe më kanë me dosen dhe